Keni ndëgjuar vëllezër shumë herë, dija është fuqi. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Dija e zbatuar, e praktikuar është fuqi. Prandaj çdo dije e cila nuk aplikohet, nuk zbatohet, nuk shtihet në funksion, ajo nuk ka dobi. Edhe nuk është fuqi. Fuqi është një dije e cila aplikohet edhe zbatohet. Në raste sprovash, në raste vështirësi, aty shumë njerëz, kjo është fakti pa mohueshëm, shumë njerëz dobësohen e shumë herë edhe devijojnë nga rruga Allahut Azza wa Jall. Dërsa mirësia e madhe është vëllezër kur e gjen një person i cili me të vërtet, me shpirt, me zemër ta don të mirën, don edhe të udhëzon në vepra të mira, edhe të bëhet sebeb që të me qëndru stabil në fenë Allahut Azza wa Jall. Ai personi të cilin e gëzojnë sukseset edhe të mirat e tua që i ki, ndërsa gabimet që i bon, ato mundohet me t'i arsyetu. Nëse nuk mundet me t'i arsyetu, vjen të tillë vetë privat, edhe ta ndëgjon arsyetimin. E jo se ai tjetri i cili nuk t'i ndëgjon arsyetimet. Edhe vetëm se dëshiron që ti të fundosësh më shumë në sprova, edhe në dështime. Prandaj edhe është më e rëndësishme me pas, domethënë nëse Allahu Azza wa Jall na bën sebeb dikant i cili na udhëzon, na këshillon, na forcon me fjalët e tij për të qëndru stabil në rastet e vështira, sidomos në rastet e vështira, për këtë po folmi sot. Në sprova, momentet të rënda, kur me të vërtet fortuna e sprovës mundohet me të qitë prej binarëve të rrugës së drejtë të Allahut Azza wa Jall. Këtu një fjalë e një personi të dashamir, i cili ta don të mirën me të vërtet, i devotshëm që është, edhe ta don të mirën, ka mundësi me qenë sebeb që ti me u forcu në fenë Allahut Azza wa Jall, edhe pastaj edhe ai ka shpërblim. Nëse dikush tjetër ka sprovë, ti bënu sebeb çaj person. Ti bënu çaj person i cili e motivon, e këshillon, e udhëzon, i jep sabër. Sabri vjen për Allah, po ti bosh sebeb që ai me pas sabër. Që me bosh sabër në rrugën e vërtetë të Allahut Azza wa Jall. Mos me deviju nga rruga e Allahut Jalla Jalaluhu. Wa innahum larrahtu la rayba fihim ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu. Falëndërimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut Jalla Jalaluhu, atë të vetmin e falenderojmë, vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Atë të cilin e udhëzon Allahu nuk ka kush që devijon, ndërsa atë të cilin e devijon Allahu nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka Zot i cili e meriton adhurimin përveç Allahut Jalla Jalaluhu dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, paqja, mëshira, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme dhe shokët e tij festek. Vëllezër të nderuar, jemi duke trajtu faktorët të cilët na bëjnë të fuqishëm, të qëndrueshëm në fenë Allahut Azza wa Jall. Herën e kaluar kur kemi trajtu faktorin shumë të rëndësishëm, i cili është shoqëria e mirë. Shoqërimi me njerëz të mirë të cilët janë sebeb që ti qëndrosh stabil në fenë Allahut Azza wa Jall. Që të qëndrosh i fortë në vepra të mira, që mos të bish, që mos të dezertosh nga rruga e Allahut Azza wa Jall, pasi që ata janë një shtytje, një sebeb shumë i fuqishëm që ti të merresh me vepra të mira. Sot me lejen e Allahut Azza wa Jall e kemi një aspekt më të veçantë që lidhet po ashtu me këtë faktor. Ai është në raste kur kemi më shumë ti nevojë, kur jemi të domosdoshëm për të qëndruar në fenë Allahut Azza wa Jall, në raste sprovash, në raste vështirësi. Aty shumë njerëz, kjo është fakti pa mohueshëm, shumë njerëz dobësohen e shumë herë edhe devijojnë nga rruga e Allahut Azza wa Jall. Për shkak të një sprove që e godet, qoftë në familje, apo qoftë në pasuri, apo qoftë në shëndet, apo ndonjë sprovë tjetër. Sprova është aq e rëndë, domethënë e preokupon aq shumë në aspektin psiqik, edhe e rëndon edhe mundon saqë e bën që të dezertoje, që të devijoje, që ta loje rrugën e Allahut Azza wa Jall. E në kësi rast të vëllezër, është një aspekt shumë i rëndësishëm që bëhet shumë shpesh sebeb që na të forcohemi në fenë Allahut Azza wa Jall, është çka shoku i mirë me fjalët, me udhëzimet dhe me këshillat në këto momente. Një dashamir i cili me të vërtet ta don të mirën, i cili me të vërtet e don suksesin tënd, i cili me të vërtet e don qëndrimin tonë në fenë Allahut Azza wa Jall. Edhe me mish e me shpirt mundohet edhe angazhohet që ti mos të dobësohesh, pasi që me të vërtet të don. Kësi dashamir vëllezër dhe këshillat e tyre që Allahu Azza wa Jall i bën sebeb që me fjalët e tyre, me këshillat e tyre, të cilët na ngushëllojnë, duke na tregu realitetin e kësaj dunjas, duke na tregu realitetin
e arsyes në këtë jetë, duke na këshillu se me të vërtet kemi me vdek, se kemi me dal para Allahut azza wa xal, i cili na këshillon me xhenetin, me xhehenemin. Këto këshilla vëllezër kanë dobi, me të vërtet kanë dobi. Edhe janë sebeb që të forcohemi në fenë Allahut azza wa xal. Prandaj sot me lejen Allahut azza wa xal po qëndrojmë pak në hijen e këtij faktori. Edhe është me të vërtet është i rëndësishëm. Duke sjell shembull nga jeta e Imam Ahmedit rahmetullahi alayhi, radhiyallahu anhu. Vëllezër, e dini sprovën e madhe që kishte Imam Ahmedi radhiyallahu anhu. Allahu qoftë i kënaqur me ta. Hyn në sprovë edhe dul sikur ari i rafinuar, sepse ishte me të vërtet njëri kualitativ. Imam Ahmedi radhiyallahu anhu, rahimahullah, vëllezër, në kohën e sprovës, kur e kishte atë sprovën të madhe, edhe kur ishin duke dërgu tek khalifja, në atë kohë ishte El Me'mun, i biri i Harun e Rashid, po i thot dikush Imam Ahmedit, po e lajmëron për se çka ka me prit. Kjo shfaq na tregon se çfarë sprove e rëndë ka qenë. Thot po m'vjen shumë keq, po m'dhem shumë o Eba Abdillah. A më tha Khalifja El Memuni e ka nxjerr një shpatë që asnjëherë nuk e ka nxjerr, edhe është betu në farefisnin e tij me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam se nëse nuk i bindesh në këtë bindje, çka është sprova? Bindja se Kurani është i krijuar dhe nuk është fjala e Allahut azza wa xal. Kjo është sprova e madhe, me cilën kishte dëshirë me ja imponu njerëzve, muslimanëve në atë kohë, që është bindje e Mu'tazilëve, nga të cilët ishte ndikuar. Tha nëse nuk i bindesh, tha është betu në farefisnin e tij me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam se ka me të mbyt me çat shpatë. Sprovë e madhe. E në kësi moment vëllezër, shiko tash njerëzit e mirë, ata të cilët me të vërtet ta dojnë të mirë. Shiko tash çysh reagojnë ata. Nuk janë prej atyre të cilët ta shtojnë friksimin, ta shtojnë sprovën, sigurisht se ndodh shumë herë në këtë dunjë. Njerëzit shumë herë me dashje apo pa dashje, ndoshta edhe pa dija, dikush është në sprovë, vend se me ja lehtësu sprovën atij personi, çka bën? I sjell më shumë dyshime, i sjell më shumë konfuzione, i sjell më shumë friksime, edhe ja vështirëson sprovën, vend se me motivu, me bo sabër këtë sprovë. E njëri prej këtyre dashamirëve vëllezër te Imam Ahmedit ishte Ebu Ja'far el-Anbari. E kjo ka transmetu vetë këtë ngjarje, thot kur mora vesh për sprovën e Imam Ahmedit dhe se janë duke e çu tek khalifja, tha më njëherë u nisa, shiko dëshira për me ndihmu shokët të tij, edhe me qenë sebeb fjalët e tij për me u forcu, për me qenë stabil. Tha edhe e kalova lumin e Eufrat, derisa arrita te Imam Ahmedi, tha i cili në gjatë rrugës ishin dalë me një Elkhan vëllezër, i thojnë një vend pushimi, një shtëpi për udhëtar që e kanë lënë më herët, e aty ishte duke pushuar Imam Ahmedi. Me Imam Ahmedi vëllezër ka qenë Muhammed ibn Nuh, një majri, ka qenë shumë i vendos në fenë Allahut azza wa xal. Ka qenë shumë i dobishëm për Imam Ahmedin. Do ta shohim pak më vonë. Edhe tha e përshëndeta Imam Ahmedin. Edhe Imam Ahmedit i ardh keq se ky normal është mundu, është lodh. E tha o je lodh ti o Ebu Ja'far. Edhe më njëherë shiko çfarë këshillë vëllezër, madhështore, me cilën me të vërtet ka qenë sebeb Imam Ahmedi, do thonë me qëndru stabil në fenë Allahut azza wa xal. Do thonë në këtë sprovë me qenë stabil. Në fjalën se Kurani i famulart është fjala e Allahut azza wa xal, nuk është e krijuar. I tha, o ti sot tha je prijes i besimtarëve. Në prijes i besimtarëve vëllezër në aspektin shpirtëror. Edhe tha njerëzit ty të ndjekin, edhe të marrin si shembull. Tha pasha Allahun, betohem në Allahun, tha nëse ti pranon, dhe nëse pranon se Kurani është i krijuar, tha edhe krejt tjerë kanë me ndjek dhe kanë me pranu këtë. Ama nëse ti e refuzon, edhe tjerë kanë me refuzu, sepse e marrin shembull Imam Ahmedin. Përveç kësaj tha, edhe nëse El Me'mun, do më thonë khalifja, nuk të mbyt, tha nuk të vret, ti ashtu tha ki me vdek. Vdekja është e pashmangshme. Prandaj i tham, ki e frikë Allahun e mos prano. Kur i ndëgjoj këto fjalë Imam Ahmedi, rahimahullah, që me të vërtet buronin nga një zemër e sinqert, e sa kemi nevojë për kësi zemra të sinqerta, të cilët na dojnë të mirën tonë. Kur i ndëgjoj këto fjalë Imam Ahmedi ja nisi me kajt. Edhe është po thot, mashallah. Tha, përsërit e që ata që tha. Edhe tha, ja përsërita prap. Edhe Imam Ahmedi tha, duke qajt
po i thot, masha Allah. Dhe më thonë ka pasur me të vërtet një ndikim të hatashëm në zemrën e Imam Ahmedit, që të qëndrojë stabil. Një person tjetër vëllezër që ishte sebeb që Imam Ahmedi të qëndrojë stabil, ishte gjatë udhëtimit një prej beduinëve po e ndal karavanin. Edhe po e pyet, cili është Imam Ahmedi? Cili është Ahmed ibn Hanbal? Po i thonë, që ky? Edhe po shkon te Imam Ahmedi edhe po i thot, o Ahmed, nuk ka asgjë të keqe. Tha, nëse ti vritesh edhe shkon në xhenet. Çka ka të keqe këtu? Do thon, po e motivon me një aspekt që ta lehtësoje këtë sprov, ta shohë si të lehtë, edhe ta kuptoje se me të vërtet përfundimin e ka çka xheneti. Vetë që të fjala tha dhe i tha, të lo në përkujdesin e Allahut. Me të vërtet fjalë të dobishme edhe të shkurta. Donjëherë nuk ka nevojë me majt monologe shumë gjata. Fjalë të shkurta, ama me peshë. Nëse vdes, çka ka të keqe këtu? Shkon në xhenet. Një tjetër beduin vëllezër, subhanallahu, është transmetu po ashtu, një tjetër beduin po i thotë Imam Ahmedit, ti tha je përfaqësues i njerëzve sot. Prandaj, pasi që je përfaqësues i njerëzve, mos u bën fatkeqësi për ta. Ta ti je i udhëheqës i muslimanëve sot. Vëllezër, na e dim udhëheqës i muslimanëve në aspektin e dunjas kush ka qenë El Ma'mun. Amo pse po i thonë ti je udhëheqës i muslimanëve? Sepse udhëheqja është me të vërtet udhëheqja shpirtërore, që njerëzit me të vërtet marrin shembull edhe ndjekin, marrin si shembull edhe ndjekin. Edhe tha, prandaj ki kujdes që mos ti përgjigjesh atyre ftesave të atyre të cilët po dojnë me shtrembru fenë Allahut azza wa jall. Sepse nëse ti tha i bindesh atyre, shumë njerëz kanë me të ndjek tyje. Do thonë, nëse ti devion, edhe qier devijojnë, sepse qier që marrin ty si shembull. Ata janë ndjekës, a ti je që po ndjekesh. Edhe që kjo shumë është më rëndësi tash që i tha. Edhe tha ti pastaj amo i merr mëkatet e tyre në ditën e Kiametit. Ty i bin mëkatet sepse ti ke qenë shembull, edhe ke qenë prijes, ke qenë udhëheqës, edhe ti ke qenë sebeb që ata qier pastaj të devijojnë. Tha, e prandaj tha bon sabër, qëndro stabil, sepse mes teje dhe mes xhenetit nuk ka diçka tjetër përveç se një vrasje. Sepse mes teje dhe mes xhenetit nuk ka diçka tjetër përveç se një vrasje. Edhe për këto fjalë kur i ka dëgjuar Imam Ahmedi vëllezër edhe vetë ka potencu. Ka thonë këto fjalë e beduinit ishin fjalë të cilët ma forcuan, ma bën stabil zemrën time dhe më dhan vendosmëri dhe forcë për të qëndruar në këtë bindje që ta me refuzu këtë doktrinë të cilën e kërkonin prej meje. Dhe kjo është transmetuar në El Bidaja wa Nihaya të Ibn Kathirit. Imam Ahmedi vetë po e potencon vëllezër se ishin sebeb që të forcohet në fenë Allahut azza wa jall, që të forcohet vendosmëria, bindja. Prandaj edhe është më e rëndësishme me pas, domethënë nëse Allahu azza wa jall na bën sebeb dikant i cili na udhëzon, na këshillon, na forcon me fjalët e tij për të qëndruar stabil në rastet e vështira, sidomos në rastet e vështira, për këtë po folmi sot. Në sprova, momente të rënda, kur me të vërtet fortuna e sprovës mundohet me të qitë prej binarëve të rrugës së drejtë të Allahut azza wa jall. Këtu një fjalë e një personi të dashamir, i cili ta don të mirën me të vërtet i devotshëm që është, edhe ta don të mirën, ka mundësi me qenë sebeb që ti me u forcu në fenë Allahut azza wa jall, edhe pastaj edhe ai ka shpërblim. Nëse dikush tjetër ka sprovë, ti bëno sebeb çaj person. Ti bëno çaj person i cili e motivon, e këshillon, e udhëzon, i jep sabër. Sabri vjen për Allah, po ti bosh sebeb që ai me pas sabër. Që me bosh sabër në rrugën e vërtetë të Allahut azza wa jall. Mos me deviju nga rruga e Allahut xhelle xhelalu. Me një tjetër transmetim vëllezër, që po ashtu me vërtet shumë interesante, Imam Ahmedi rahimahullah thotë, nuk kam dëgju fjalë thotë më të fuqishme në këtë çështje se fjalët e një beduinit që thotë më folin në një vend midis Raqqas thotë dhe Bagdadit, pranë lumit Eufrat. Ai i kishte thonë kështu: O Ahmed, ka thonë, nëse vritesh për të vërtetën, kush me rëndësi, nëse vritesh për të vërtetën, jo për të kotën, nëse vritesh për të vërtetën, a ishte duke u mbyt, apo planifikonin mbytjen për të vërtetën. Tha, ti do të vdesësh si dëshmor. E nëse pështon, do të thonë, nëse jeton, kemi jetu me ndershmëri. Pse me ndershmëri? Sepse ka qenë për atyre të cilët kanë bo sabër, edhe kanë te kalu sprovën me ndihmën e Allahut azza wa jall. Prandaj njerëzit do ta respektojnë, edhe ja bëni me dije. Nëse jeton, kemi jetu një jetë të ndershme. Nëse vritesh, dëshmor. Nëse jeton, prapë nëse mbet gjallë, kemi jetu si i ndershëm. Me një tjetër transmetim vëllezër, Imam Ahmedi ka thënë për Muhammed ibn Nuh që tregova më herët, i cili e shoqëronte Imam Ahmedin që ishte më i ri. Edhe për to Imam Ahmedi rahimahullah vëllezër ka thonë kështu, ka thonë nuk kam pa
person që pavarësisht moshës së re të tij dhe dijes që ka pas, që ishte, shiko, më i vendosur në rrugën e Allahut. Që vendosmëria është më rëndësi. Por keni ndëgjuar vëllezër shumë herë, dija është fuqi. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Dija e zbatuar, e praktikuar është fuqi. Prandaj çdo dije e cila nuk aplikohet, nuk zbatohet, nuk shtihet në funksion, ajo nuk ka dobi, edhe nuk është fuqi. Fuqi është një dije e cila aplikohet edhe zbatohet. E kështu ishte Imam Muhammed ibn Nuh. Do thonë që ishte më i vendosur në rrugën e Allahut se Muhammed ibn Nuh, kështu ka thonë Imam Ahmedi rahimahullah. Tha, shpresoj që Allahu t'ja ketë dhënë një përfundim të mirë. Edhe një herë tha, më tha kështu: "O Eba Abdillah, për hir të Allahut, për hir të Allahut." Shiko, e kujton, e lidh çështën me Allahun azza wa jall. Nuk ka gjë më të fuqishme. Tha, mos u dorzo. I tha, ti nuk je si unë. Ti je një njeri të cilin njerëzit e marrin si shembull dhe e ndjekin. E kanë nis shikimin nga ti. Me një aspekt tjetër, që kuptojmë, po e shikojnë të qysh po reagon Imam Ahmedi. Apo dezerton, apo qëndron i fuqishëm. Tha, prandaj kije frikë Allahun. Qëndro, më thonë, i fort në urdhrin e tij. Qëndro i fort në urdhrin e tij. Dhe këto fjalë ja kishte thoni Muhammed ibn Nuh Imam Ahmedit dhe subhanallah, gjatë udhëtimit vëllezër, ky djalosh i fuqishëm në fenë Allahut azza wa jall, këtë vendosmëri kaq të lartë që e ka pas, ka vdek gjatë rrugës. Edhe Imam Ahmedi shumë është e mërzit. Ja kish fal xhenazën, Imam Ahmedi ka tregu vetë, do t'ja kam fal xhenazën, edhe e kam varros. Edhe interesant që vëllezër është Imam Ahmedi, subhanallah, gjatë rrugës, tash ka pas me mbritë Khalifja El Me'mun, edhe ka lutë Allahun azza wa jall që mos ta bashkoje me to. Që mos ta bashkoje me to. Edhe subhanallah, Allahu ja kishte pranu lutjen. Kishte vdek, ja kishte marrë shpirtin Allahu El Me'munit. Edhe kur ka arrit pastaj, do të thonë, ka pas punë me tjetrin që ka marrë pastaj. Ka qenë si udhëheqës El Mu'tasim, i cili po ashtu e kishte ndjek në metodologji, do të thonë, El Me'munin, dhe ai ishte i cili e ka burgos Imam Ahmedin, edhe pranë të cilit edhe ka debatu Imam Ahmedi me Mu'tazilat. Të gjithë Mu'tazilat i ka demantu me argumentin në Kuranit dhe Sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë e kanë burgos dhe e kanë kamxhikos. Vëllezër, duke falendëruar Allahun azza wa jall, duke dërguar salavatin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shpresoj që të bëni sabër edhe disa momente, pasi që jemi në fund. Edhe një këshill tjetër e dikujt që ishte në burg, që me të vërtetë më ka pëlqyer shumë. Ishte një person vëllezër në burg që e quhenin Ebul Haytham at-Tarrar. Subhanallah, vëllezër, interesantja ishte se çuki i burgosur kishte qenë, më thonë, hajdut, prej hajdutëve më të njohur, më të famshëm. Pasi që në burg, vëllezër, aty ka kriminal, aty ka hajdut. E me to, do të thonë, ka qellu Imam Ahmedi. Në të farqelin, ku ka qenë me to me Imam Ahmedin. Amo ai, pasi që, subhanallah, Imam Ahmedi, vëllezër, që djetar, subhanallah, ka qenë i veçantë. Ishte vazhdimisht i lidhur me Allahun azza wa jall, vazhdimisht në adhurim, edhe ky që ishte hajdut i madh, e donte shumë Imam Ahmedin. Edhe shikoni vëllezër, që ka bëu Allahu azza wa jall sebeb me u forcuar Imam Ahmedi përmes këtij personi. Domthon aq shumë është transmetuar që aq shumë e ka dashur Imam Ahmedin derisa i ka sjell edhe ushqim në mënyrë, domthon pa lehtëshme, për jashtë ushqimit Imam Ahmedit. I ka sjell. Edhe një ditë e vrejti se Imam Ahmedi po vunte shumë nga kjo sprov. Edhe nga ato plagët që i kishin shkaktu, atë torturat që i kishin shkaktu. Edhe ju afroi Imam Ahmedit. Edhe po i thot në vesh kështu: ata po të torturojnë apo? Tha, ata po e bojnë këtë që ti ta thuash atë që po dojnë ata. Do thonë, bindjen e gabuar, se Kurani është i krijuar e jo fjala e Allahut azza wa jall. Tha, po dije o Imam, se tha, ata më kanë torturuar mua shumë herë. Edhe kanë dashur që unë me pranu, më kanë shtyr me pranu se unë kam qenë hajdut dhe që kam vjedh atë që kam vjedh. Edhe tha, e kom doru këtë tortur dhe nuk e kom pranu. E kom doru këtë tortur dhe nuk e kom pranu. Tha, unë që ato rrahje i kom doru, do thonë, me dorim të madh, kom bo sabër ndaj tyre. Edhe kom qenë në të kotën, për shka hajdutnisë që e ka bo. Prap ka doru, nuk e ka pranu se ka vjedh, edhe pse ka vjedh, nuk e ka pranu. E ka doru kam gjikun, edhe nuk e ka pranu. Tha, unë që shtu kom bo, nuk e kom pranu, ama për të kotën e kom bo këtë. Ndërsa ti, si ki mundësi me u dorëzu e ti tha je në të vërtetën. Ti këtë tortur, këto kam gjika që je tu i doru, tha, për të vërtetën je tu i doru. Prandaj tha, o mjeshtrin, mos u dorëzo dhe mos u dobëso. Që kjo fjallë në fund vëllezër është me të vërtet briljante. Edhe
i tha në fund, nuk duhet me qenë kështu që njerëzit që janë të vërtetën me qenë më pak të qëndrueshëm se sa ata të cilët janë në të kotën. Do thonë ata në të kotën me duru më shumë se sa ju që jeni në të vërtetën. Edhe me të vërtetë vëllezër, këto fjalë edhe këtë çdo fjalë tjera që i kemi përmend, thonë ishin sebeb që Imam Ahmedi të qëndrojë stabil në fenë Allahut Azza wa Jalla dhe në akiden e Ahlus Sunna wal Jamaa, në besimin e Ahlusunnetit. Prandaj vëllezër, edhe në jetën tonë, njerëz të cilët ta dojnë të mirën, kanë mundësi të jenë shumë të dobishëm për ty, sidomos kur lidhet me ahiretin tonë. Ndërsa gabimi më i madh është që njerëz kur janë sprova me shkutje dikush që nuk jeton të mirën, dikush që e ka haset, dikush që ka smir ndaj atij personi, që vetëm se pret me dështu, vetëm se e përcjell ndonjë gabim, ndonjë mangësi që t'ja qesen pa, apo gabime që t'ja zmadhoje, sukseset që ja minimizoje, apo që asgjësoje, apo që mohoje. Dhe gabimi më i madh është me shkutje një personi i gabuar. Edhe ai pastaj me qenë sebeb që ti me ra më shumë në sprov, edhe me u dobësu më shumë. Dërsa mirësia e madhe është vëllezër kur e gjen një person i cili me të vërtet, me shpirt, me zemër ta don të mirën, don edhe të udhëzon në vepra të mira, edhe të bëhet sebeb që ti me qëndru stabil në fenë Allahut Azza wa Jall. Është ai person i cili të cilin e gëzojnë sukseset edhe të mirat e tua që i ki. Ndërsa gabimet që i bën, ato mundohet me t'i arsyetu. Nëse nuk mundet me t'i arsyetu, vjen të tillë vetë privat, edhe ta ndëgjon arsyetimin. E jo se ai tjetri i cili nuk t'i ndëgjon arsyetimet. Edhe vetëm se dëshiron që ti të fundosësh më shumë në sprova, edhe në dështime. Prandaj është një mirësi e madhe vëllezër, prej mençurisë është që t'i zgjedhim këta persona të cilët me të vërtetë janë sebeb që të qëndrojmë stabil në fenë Allahut Azza wa Jall, që të udhëzohemi ka e mira. Ndërsa e kundërta është që të zgjedhim qëta persona të cilët janë vetëm se destruktiv dhe negativ. Me kaq vëllezër, po e përfundoj këtë fjalim duke lutje Allahun Azza wa Jall që Allahu të na bëjë për atyre të cilët qëndrojnë stabil në fenë Allahut Azza wa Jall, të cilët begatohen me kësi njerëz të cilët janë sebeb që të forcohemi që të qëndrojmë stabil në rrugën e drejtë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam.